Kryedemokrati Sali Berisha gjatë takimit me prodhuesit e bimëve medicinale tha se do të negociojë me SBA për zero tarifa. Nëse nuk ka një dakordsi me SBA-n, Berisha tha se do të kompensojë plotësisht tarifën e eksportit të vendosur nga vendet ku eksportojnë prodhimet. Ju garantoj se ne këtë çështje konsiderojmë një çështje rëndësie kombëtare. Jo vetëm të një rajoni apo të një rrethi. Jo. Përmendet Gjirokastrën, Delvinën, Përmeti, Skrapari, Gramshi, kudo, Shqipëria është trev shumë e pasur në bimë aromatike, në bimë mjekësore, me leverdi shumë të madhe për kultivimin, për trajtimin, për grumullimin, për punimin e eksportit e tyre. Kështu që ne spari Filipi në një takim të mëparshëm më tha që duhet na rrjedhtoni me ullirin dhe harrorët. Kërkesa e tij është e drejtë. Është shumë e drejtë. Kërkesa e Filipit është shumë e drejtë dhe ju garantoj që kjo do ndodhë në aktet më të para. Ne do të japim përparësi shumë të madhe këtij sektori. Çka do të thotë që për çdo hektar, për çdo njësi prodhimi, për çdo hapësirë, grumullimi, për çdo investim në përpunimin e tyre, në industrinë e tyre, ne do të qëndrojmë të vendosur të subvencionojmë, të kreditojmë me kredit buta, të krijojmë çdo lehtësi. Të krijojmë çdo lehtësi. Fitimet nga ky sektor, ju jeni realist sepse i dini vështirësitë që keni dhe keni ambicie për t'i dyfishuar, por potenciali i Shqipërisë është për t'i pesëfishuar ato, pa diskutim. Ne 80% të sipërfaqes e kemi sipërfaqe bimësh aromatike, bimës medicinale, bimës eterovajore. Plus, që ne nuk duhet të hezitojmë, por të mbjellim edhe çdo gjë që bëhet në tokën tonë që tradit nuk e kemi nga këto bimë të kushtueshme. Studime më të thella duhet bëjmë ne me institutet tona për identifikimin sipas specieve, sipas grupeve të atyre që janë më të kushtueshmet, më fitimprurëset dhe të tilla ka plot Shqipëria. Pra, ne do të shënojmë një kthesë rrënjësore në këtë sektor. Ku fermerët të mund të begatohen, të mund të rrisin mirëqenien e tyre, të mund të rrisin prodhimin kudo në këtë vend. Sot ju vuani nga rënja e euros. Kjo është kalimtare, por ju garantoj se mas datës 11 maj, bordi i parë që do të ngrihet, është bordi i mbrojtjes suaj nga kjo. Çfarë do thotë? Ju dhe të gjithë eksportuesve, shteti do të kompensojë rënjen e euros. Do të në një mënyrë që ju të vazhdoni me të njëjtin nivel fitimesh, bilancesh, si kundër euro të kishte kursin e saj
Për të gjithë proceset që nevojiten në këtë fushë, ne duam ta bëjmë sektorin e bimëve heterovajore, ta shumë fishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport. Ju keni bërë shumë dhe keni bërë pa ndonjë ndihmë, pa ndihmën që meritoni. Injorimi juaj dhe injorimi në tërësi i eksportit nga kjo qeveri i ka kushtuar vendit një çmim më të rëndin, shpunësim dhe largim të shqiptarëve nga Shqipëria. Ne do të kemi një politikë shumë të vendosur për popullimin dhe ripopullimin e Shqipërisë.